A jam gjiku. Për te heshtjes, në paraqitjet publike, me këngën tënde, me... Po, edhe gjikohesh. Edhe gjikohesh, varet se unë kam dëshirë me bo gjëna që ndoshta nuk janë të pame shumë, edhe për shembull në festivalin e RTK-s kam pas disa vija në fytyrë që kanë qenë të lyme që për një djalë normalisht janë tabu. Po që unë kom dash me bo, se ka të regu një vizion artistik që unë kom dash në atë moment me shprej. Edhe në festivalin e këngës magjike, më falë, kam qenë gjysë lakoriq. Edhe aty jam gjiku, edhe ka pas që për aty në komentave që e morë çmimin se tregoj trup. Që ka qenë shumë e çuditshme. Edhe kjo ka ndodhur? Shumë e çuditshme. Po faleminderit për komplimentin. Do me thonë që unë po ushtroj edhe po të tregoj. Okej. Ka qenë e çuditshme, po që është para gjiku. Po që unë prapë mendoj që këto komente tregojnë që unë po bëj diçka që unë mendoj se ja vlen me bo. Perfekt. Le dyt. Okej. Ajo fotografi? Fotoja e parë. Fotoja e parë është fotoja ime ma e preferume. Unë jam kë, i vogël. Edhe panda. Edhe panda. Ajo ka qenë panda e me preferume. Lodra ime e preferume. Arsyeja pse e zgjodha këtë foto është se e shpëndeni me po që tek dora e kam një fash. Kjo unë kërë e shoh vetën kaq të vogël. Wow. Unë kërë e shoh vetën kaq të vogël edhe e shoh atë fash atë, thom okej, si fëmijë kam qenë i fort edhe e kam dashur jetën. Është një moment, ndoshta prej momenteve më të rënda të jetës time, po kam qenë shumë i vogël, diku 7 muajsh, ku kam qenë në karikën me rrota, fëmijët e vegjël që i vendosen, edhe fatkeqësisht ka qenë një pegull, një hekur për hekurosje, edhe unë si fëmijë kam qenë shumë i gjallë. Edhe ka ndodhur që hekuri për hekurosje ka qenë atë. Na trego kamera dorën, shihet domethënë, kjo është shenja që e ka. Këto. Kjo është e vogël. Një shenjë, ka qenë më e madhe. Kjo është shumë e vogël sepse duke u rrit lëkura është zvoglu. Po ka qenë momenti ku unë kam ngre këto hekurin, edhe më ka rënë kokë, edhe ka rënë dorë. Unë kam qenë 7 muajsh. Edhe fatkeqësisht unë shenjën e kam sot sepse ka qenë në pakujdesi e doktorëve. Hekuri është shumë i madh, unë tash kur e kam pa është shumë i rëndë edhe për mu tash, edhe kur e shoh veten aty them, okej, kam luftu shumë sepse si thash ka rënë kokë një herë mas në dorë. Edhe nga pakujdesia doktorëve